Pas ditën e së shtunës u çel në pazarin karakteristik të Gjirokastrës Panajiri Kult Art. Edicioni 7 i këtij eventi ka sjellë në qytetin e Gurt 20 artizan nga vendi, por edhe Kosova, Malizi e Maqedonia e Veriut. Kult Art vjen me edicionet e tij të 7. Në këtë edicion, ashtu si çdo vit, janë mbledhur artizan nga treva të ndryshme shqiptare, shqipfolse. Janë diku rreth 20 artizan, të cilët marrin pjesë në punimet e tyre, punime të ndryshme siç janë punime piroteknike, punime në pëlhur, qylyma, punime me lesh, edhe plot aksesorë të ndryshëm. Misioni i Kult Art është që të bëj bashkë dhe të mbledh gjithë artizanët, dhe ku ka më bukur se të mbledh në Gjirokastër. Edhe artizanët shprehin gjithmonë gatishmërinë dhe kërkojnë gjithmonë që të jenë pjesë e panajreve që ne zhvillojmë. Edhe kështu që tradita do vazhdojë gjithmonë edhe vit pas viti. Ky eventi i traditës u mundson grave dhe vajzave shqiptare të prezantojnë krijimet e punuara me dashuri me materiale të ndryshme. Është e treta herë që jam pjesëmarrëse në këtë panajër. Kalojmë shumë bukur. Punimet e mia janë këto, i punoj gjitha çantat pundore. Punoj edhe rruza bizhuteria. Gjitha janë pundore që i punoj vetë. Ju keni një vend, një dyqan, si funksiononi? Kemi edhe dyqan në Prishtinë, po kemi edhe online që punoj më shumë. Nga shtëpia. Një çantë për shembull, sa kohë ju merr me thurje? Varet, nëse është më e vogël, merr kohë më pak, nëse është më e madhe, merr kohë më shumë. Shohim këtu dhe me ruaza. Po, edhe me rruza i punoj pundore janë, edhe këto. Ja vlen të merresh me këto që ke? Puna dorës normal që e ka vlerën e vet, ja vlen sigurisht. Se tritet kam filluar me vlerësu punën e dorës. Është e treta herë që vi me artizanale. Kam punime dore, ne kemi shoqatën tonë, organizatën tonë që i ndihmojmë grave, i ekspozojmë dhe ja fshesim. Pra, këto janë punimet e grave nga Mitrovica? Po, janë punimet e grave nga Mitrovica Veriore. Ka vetë ushqyse, ka nana që ushqejmë vetë, jo ka nana kështu që kanë familje, që mbajnë familjen, kështu që punojmë bashkë. Dhe si shisni këto gjëra ju, këto prodhime? Këto prodhime zakonisht i shisëm nëpër panajira, kështu. Ma tepër, knajpet mundësia dhe në përpanajira i shesim. Po online nuk funksionon? Edhe live, po jo shumë. Ma tepër është kjo kështë. Po ka tërheqje në panajir? Ka. Nuk është keq, mirë është. Në sa panajire mund të merrni pjesë në një vit ju? Zakonisht, thuja gjitha panajirat. Kult Art është një event i përvitshëm që vjen në Gjirokastër si organizim i TIT Gjirokastra, ADF dhe Bashkisë Gjirokastër me një larmi aktivitetesh duke promovuar vlerat e trashëgimisë kulturore.